Allah në Kur'an urdhron çka me punu, detajin e atij ibadetin na tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë edhe me vepra. Ka dikush thotë në Kur'an nuk shkruan që droga është haram. Çush nuk shkruan. Po shkruan. Kokaina nuk është haram. Po shkruan. Ku shkruan? Ku shkruan? Më duhet sura Maide, inma harrama alaykum al-khaba'ith. Më duhet ka bëu haram ndytësirat, çka ndamshme. Tashmë këtë fjalë për të konkret. Krejt, çka është e ndamshme? Ai thot kokaina shkruan. Ose me amën shkruan kokainë, nuk shkruan anë pije prati. Pije ti prati. Mirë, po me këto nuk arsyetohet, nuk justifikohet te Allahu. Ka dhënë adresime përgjithshme Allah, ndalisën përgjithshme. Krejt çka është e dëmshme është e ndaluar. Krejt çka është e ndyt, habaith. E ndyt është e ndaluar. E tash me shti detalet, i shbon Kurani 5 milion faqe. Ska logjik.